Emri im është Lena, dhe kjo është historia ime. Një histori që filloi me përçmimin më të madh që mund të përjetonte një nuse, por që u kthye në diçka që askush në fshatin ton nuk e kishte imagjinuar kurrë. Edhe sot, kur e rikujtoj atë ditë, duart më dridhen dhe zemra më rreh me forcë. Por le të filloj nga fillimi, sepse çdo histori meriton të rrëfehet siç ndodhi vërtet. Ishte një mëngjes pranvere i vitit 2019 kur u zgjova në shtëpinë e prindit të mi, duke ditur se kjo do të ishte dita më e rëndësishme e jetës sime. Dieli hynte nëpër dritaren e dhomës sime të vogël, duke ndriçuar fustanin e bardhë të nuses që vari në dollap. E kisha zgjedhur atë me shumë kujdes, një fustan të thjesht, por elegant, me dantela të holla dhe një bisht që zvarritej lehtë pas meje. Nuk ishte i shtrenjtë, por ishte imi dhe unë e doja me gjithë zemër. Familja ime nuk ishte e pasur. Babai im, Petrit, punonte si murator në fshat dhe në fshatrat përreth, ndërsa nëna ime, Mira, merrte një pension të vogël pas një aksidenti që e kishte lënë me një këmbë të dëmtuar. Jetonim në një shtëpi të vogël me 2 dhoma, me një obor të mbushur plot me lule që nëna ime i kujdesej me dashuri çdo ditë. Nuk kishim shumë, por kishim dashurinë dhe respektin për njëri tjetrin. Marku, burri im i ardhshëm, e dija që ishte i ndryshëm. Ai vinte nga familja Zeneli, një nga familjet më të pasura të fshatit Guri Bardh. Kishin toka, dyqane dhe një shtëpi të madhe 2 katëshe që zinte një gjysmë rreshti në qendër të fshatit. Nëna e tij, Fatime Zeneli, ishte e njohur në të gjithë zonën si një grua e fortë, të qenë, por edhe rrept dhe krenare. Shumë njerëz i frikoheshin dhe gjuhët e liga thonin se ajo kishte një zemër të ftohtë sa gurët e bjeshkëve. Por Marku nuk ishte si nëna e tij. Ai ishte i butë, i sjellshëm, me një buzëqeshje që të ngrohte zemrën. E kisha takuar 2 vjet më parë në Panajir në qytetin Fqinj, kur ai kishte ardhur të blinte vegla për fermën e familjes. Unë isha atje me kushërirën time, duke shitur qilima të thurur me dorë që nëna ime bënte për të fituar pak para shtesë. Sytë tanë u takuan mbi një tavolinë të mbushur me stofe dhe ngjyra, dhe në atë moment diçka ndryshoi përgjithmonë. A janë këto të bëra prej duarve të tua? Më kishte pyetur ai, duke prerë me kujdes një qilim me motive tradicionale. Jo, i bën nëna ime, kisha përgjigjur, duke u kuqur paksa. Por unë ndihmoj me ngjyrat dhe me qepjen e skajeve. Ai kishte buzëqeshur. Janë të bukura, si ti. Këto fjalë të thjeshta kishin ndezur diçka brenda meje, një ndjenjë që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Pas asaj dite, ai filloi të vinte shpesh në fshatin ton, gjithmonë me një arsye. Të blinte diçka, të takonte dikë, të kontrollonte një tokë që familja e tij po mendonte ta blinte. Por unë e dija të vërtetën. Ai vinte për mua. Për muaj të tyre e fshehëm lidhjen tonë. Takoheshim në fshetësi, pas kishës së vjetër në skajin e fshatit, ose ulur në lëmenjt pranë lumit që ndante 2 fshatrat tona. Ai më fliste për ëndrat e tij, të hapte një biznes të tij, të udhëtonte, të ndërtonte diçka me duart e veta dhe thjesht të trashëgonte pasurinë e familjes. Unë i flisja për dëshirën time për të mësuar akoma më shumë për thurjen, për të hapur një ditë një studio të vogël ku gratë e fshatit mund vinin dhe të krijonin bashk. Nëna ime nuk do të miratoj. Më kishte thënë ai një mbrëmje, ndërsa uleshim pranë lumit edhe dëgjonim zërin e ujit që rrëshqiste mbi gurët. Ajo do një nuse nga një familje e pasur, dikush që sjell lidhje dhe pasuri. Dhe ç'do të bësh ti? Kisha pyetur, duke ndjerë një nyje në gryk. Ai më kishte kapur dorën. Unë do të martohem me ty, Lena, pavarësisht se çfarë thot kushdo. Dhe kështu, pas një viti e gjysmë marrëdhënieje të qehtë, ai i kishte thënë familjes së tij. Zhurmët kishin qenë të tmerrshme. Nëna e tij kishte bertitur, kishte thyer gjëra, kishte kërcënuar se do ta shërnjoste nga testamenti. Por Marku kishte qëndruar i fortë. Unë e dua atë, i kishte thënë, dhe do të martohem me të me miratimin tuaj ose pa të. Në fund, me ndërmjetësimin e babait Markut, një burr më të qetë dhe më të arsyeshëm, Fatime kishte rënë dakord. Por kushti i saj ishte i qartë. Martesa do të ishte e thjeshtë, pa festë të madhe, pa shpenzime të tepruara, dhe Lena
do të vinte në shtëpinë e tyre për të provuar vlerën e saj si nuse. Kjo më kishte plagosur. E dija se ishte mënyra e saj për të më poshtëruar, për t'i treguar gjithë fshatit se unë nuk isha mjaft e mirë. Por e doja Markun aq shumë, sa isha e gatshme të duroja gjithçka. Familja ime ishte shqetësuar, sidomos baga im, që nuk e besonte Fatimen. Por në fund, duke parë sa e lumtur isha, kishin dhënë bekimin e tyre. Dhe kështu erdhi dita e dasmës. Ishte e shtunë, një ditë e bukur pranvere, me diell të ndritshëm dhe erë të lehtë. Martesa do të bëhej në kishën e vogël të fshatit Guri Bardh, dhe pastaj do të kishte një drekë të thjeshtë në oborin e shtëpisë së Zenelit. Jo një festë e vërtet, por diçka e vogël për familjen e ngushtë dhe disa fëmijë. Ndërsa visheshim në dhomën time, nëna ime nuk mund të ndalte lot. Je e bukur si një engjëll, vajza ime, më tha ajo duke rregulluar velin tim me duar që dridheshin lehtë. Por zemra ime është e shqetësuar. Ajo grua, Fatime, unë nuk i besoj. Marku do t'jetë aty nën, i thash unë duke përpjekur të dukesha e sigurt, edhe pse vetë ndjehesha nervoz. Ai do të më mbrojë. Babai im hyri në dhomë, i veshur me kostumin më të mirë, që e mbante vetëm në raste të veçanta. Syti kishte të lagur. Lena, tha ai duke më kapur duart, ti e thesari hyn. Mos lejo që askush të të bëjë të ndihesh më pak se sa je. Ti e vlefshme dhe e denjë për çdo lumturi. E di baba, thash unë, duke përqafuar fort. Do t'jem mirë, e premtoj. Ne u nisëm nga shtëpia në një makinë të vjetër që babai im i kishte marrë me qira për ditën. Rruga nga fshati ynë në Guri Bardh ishte vetëm 10 kilometra, por më dukej sikur po shpërtithja përgjatë një rruge të gjatë të ligur. Udhëtonim për jetësinë. Shikoja nga dritarja, duke parë fushat e gjelbëra, kopshtet me lulet e egra dhe majat e bjeshkëve në horizont. Kur arritëm në kish, zemra më rrithte fort. Kishte njerëz jashtë, duke pritur, kryesisht antar të familjes Zeneli dhe disa fëmijë kurioze që donin të shihnin dasëm. I pash që shqetësim nga larg, në kapak e kishës, duke më pritur me një shprehje nervoziteti në fytyrë. Kur sytë tanë o takuan, ai buzëqeshi dhe unë ndjeva një val rehati. Por aty, në hyrje të kishës, qëndronte ajo, Fatime Zeneli. Ishte një grua e lartë, me trup të fortë dhe një fytyrë që dukej sikur ishte gdhendur nga guri. Flokët i kishte të mbledhura në një fund të rrepët dhe mbante një fustan të zi të shtrenjtë që i bënte gjithë trupin më imponues. Kur më pa, buzët i ngushtoi në një vi të hollë dhe syt i shkëlqyen me diçka që më bëri të dridhesha, për buzje të pastër. Ja ku është nusja? Tha jo me një zë të ftohtë që dëgjoi prit të gjithëve. Erdhe, pra. Po, zonjë Zeneli, thash unë me një zë të ulët, duke përkullur kokën me respekt. Ajo nuk tha asgjë më, por mënyra si më pa, nga kokat e këmbët, më bëri të ndihesha e vogël, e pavlefshme. Hyra në kish me këmbë të drithura, mbështetur në krahun e babait tim. Ceremonia filloi, një shërbim i shkurtër fetar, me priftin që lexoi lutje dhe bekime. Marku qëndronte pranë meje, duke më mbajtur dorën fort, dhe kjo më jepte forcë. Do të marrësh këtë grua si bashkëshorte tënde? Pyeti prifti. Po, tha Marku me një zë të qartë dhe vendosur. Do të marrësh këtë burr si bashkëshort tënd? Po, thash unë me lot lumturie në sy. Ne shkëmbyem unazat të thjeshta ari që Marku kishte bler me paratë e tij, dhe pastaj prifti shpalli. Tani jeni burr dhe grua. Duar trokitje të lehta u dëgjuan në kish. Marku më puthi në faqe dhe për një moment gjithçka dukej perfekte. Por kur u ktheva dhe pash fytyrën e Fatimes, u shua çdo gëzim. Ajo nuk ishte duke duar trokitur, qëndronte e palëvizur, me krahët e kryqëzuar dhe një shprehje sigur mbi fytyrë.
Dolën nga kisha në një shi konfeta që disa fëmijë të fshatit hodhën mbi në. Njerëzit uronin, buzëqeshnin, por u ndjeja peshën e shikimit të Fatimes nga pas. Ne u nisëm drejt shtëpisë Zeneli për drekën. Ishte një shtëpi madhështore me mure të bardha dhe çati të kuqe, e rrethuar nga një oborr madh me pemë frutash dhe lulishte të kujdesura me përpikëri. Tryezat ishin vendosur në oborr, të mbuluara me çarçaf të bardh dhe plot me ushqime. Mish i pjekur, sallat, byrek, ëmbëlsira. Ishte bukur, edhe pse jo aq festive sa e kisha ndërruar, por nuk më interesonte. Isha me Markun dhe ai ishte gjithçka që më duhej. Ulëm në tavolinën kryesore, unë dhe Marku, së bashku me prindrit e tij dhe prindit e mi. Fatimja, ulur në krye të tavolinës, dhe kishte filluar të fliste me mysafirët duke injoruar plotësisht. Çdo herë që dikush më përshëndeste ose më uronte, ajo heshte ose ndërronte temë. Ishte turpëruese, por përpiqesha të mos e tregoja. Dreka vazhdoi, njerëzit hanin, pinin, bisedonin, fëmijët luanin në oborr, gjithçka duke normale. Por pastaj ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Fatime u ngrit në këmbë. Heshtja ra mbi oborr. Ajo mori një gotë dhe e goditi lehtë me një lugë, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Dua të them disa fjalë, tha ajo me një zë të lartë dhe autoritativ. Zemra më ra. Diçka në tonin e saj më bëri të kuptoja se ajo që po vinte nuk ishte mirë. Sot, djali im u martua. Filloi ajo duke shikuar rreth e rrotull. Dhe unë, si nën, kam një detyrë ndaj familjes son dhe ndaj emrit ton. Familja Zeneli ka një histori dhe një reputacion që e kemi ndërtuar me punë dhe sakrificë. Njerëzit dëgjuan, disa me kureshtje, të tjerë me shqetësim. Por sot, vazhdoi Fatime, unë duhet të them të vërtetën. Kjo martesë nuk është ajo që unë kisha ndëruar për djalin tim. Një murmuritje u përhap në oborr. Marku u ngrit në këmbë. Nën, çfarë po bën? Ulu Marko, tha ajo me një zë që nuk lejonte kundërshtim. Unë po flas. Unë ngrira në karrigen time duke ndjerë se gjithë oborri po më shikonte. Babai im u ngrit, por nëna ime e kapi për krah, duke ja bërë shenjë të presi. Lena, tha Fatime duke u kthyer dhe duke më shikuar drejt për herë të parë me aq intensitet. Vjen nga një familje e varfër. Ajo nuk ka arsim, nuk ka një zejt, nuk sjell asgjë në këtë martesë përveç të qenët e saj. Dhe megjithse djali im insiston se e do, unë, si nënë e tij, nuk mund ta pranoj një grua të tillë në familjen time. Oborri eksplodoi në debate. Disa njerëz ngritën zërin në protest, të tjerë filluan të bishqohunin. Unë ndjeva lotët duke më rrokuar në sy por nuk lëviza. Isha i ngrirë nga turpi dhe mërzia. Prandaj, tha Fatime me një përfundimtare që shkriu gjaku në venat e mia. Unë po e përzë Lenën nga kjo shtëpi. Ajo nuk është e mirëpritur këtu. Martesa mund të jetë bërë para Zotit, por para meje, ajo nuk është nuse e kësaj familje. Dhe me këto fjalë ajo hodhi gotën mbi tryezë, duke e thyer atë, dhe u largua nga oborri duke hyrë në shtëpi. Unë mbeta ulur, e shokuar aq thellë sa nuk mund të lëvizsha. Kjo ishte dita ime e dasmës, dhe sa po isha përzën nga vjehra ime përpara të gjithë fshatit. Heshtja që ra mbi oborr pas fjalëve të Fatimes ishte më e rëndë se çdo zhurmë. Ndjenja sikur koha kishte ngrirë dhe gjithë njerëzit e pranishëm ishin kthyer në statuja që më shikonin me një përzierje dhimbje, kurreshtje dhe tmerr. Unë nuk mund të lëvizja. Rria ulur në karrigen time me duart e shtrënguara në preherin tim, duke ndjerë se si fustani im i bukur i bardh po bëhej i rënd si plumb mbi supet e mia. Marku ishte i pari që mori veten. Ai u sul përpara. Fytyra e tij kishte një qingur dhe syt i shkëlqenin me një zemërim që nuk ja kisha parë kurrë më parë. "Çfarë bëre ti?" bërtiti ai, duke u drejtuar drejt shtëpisë ku nëna e tij kishte hyrë. "Si guxon ta përzesh gruan time në ditën e dasmës son?" Por para se të arrinte në derë, babai i tij, Gëzim Zeneli, e ndali duke e kapur për krah. "Marko, qetësohu," tha ai me një zë të ulët për të prerë. "Jo këtu, jo tani." "Jo këtu? Jo tani?" Marku tundi kokën me mosbesim.
Ajo sapo po shtëroi gruan time përpara të gjithë fshatit. Kur duhet të flas, nëse jo tani? Fol brenda, me familjen, insistoi Gëzimi, duke hedhur një vështrim të shpejtë tek mysafirët që po ndiqnin skenën me gojë hapur. Jo përpara të gjithë këtyre njerëzve. Por ishte tepër vonë për diskrecionin. Çdo persona ato obor kishte dëgjuar çdo fjalë që Fatime kishte thënë. Dhe unë e dija se deri në fund të ditës, çdo njeri në Guribardh dhe në fshatin ton dhe në të gjithë fshatrat përreth do ta dinte se çfarë kishte ndodhur. Babai im u ngrit përfundimisht. Fytyra e tij ishte e kuqe, jo nga turpi, por nga zemërimi. Ai ishte një njeri i qetë, që rrallë fliste me zë të lartë. Por tani zëri i tij dëgjoi qartë në përgjithë oborrin. Ne do të largohemi, tha ai me dinjitet, edhe pse zëri i dridhej lehtë. Vajza ime nuk do të qëndrojë në një vend ku nuk është e mirëpritur. Nëna ime mu afrua, duke më kapur nga krahu. Eja, Leno, tha ajo me butësi, duke përpjekur të mos e tregonte dhembjen që ndjente. Po shkojmë në shtëpi. Por unë nuk mund të lëvizja ende. Isha e ngrirë, e mbytur nga turpi. Si mund të ngrihesha dhe të ecja përpara të gjithë atyre njerëzve? Si mund t'i shikoja në sy? Çdo person atje më kishte parë të përzënë si t'isha diçka e pavlerë, diçka që nuk meritonte një vend në një familje të mirë. Lena, insistoi nëna ime, më fort këtë herë. Eja. Më në fund, këmbët e mia u përgjigjen. U ngrita, duke ngjërsi si këmbët më dridheshin. Marku u përpoq të vinte pranë meje, por babai i tij e mbajti. Leno, prit, tha Marku, duke u përpjekur të çlirohej. Unë vi me ty, ne jemi burrë e grua tani, unë nuk do të ndahem prej teje. Por Gëzimi e mbante fort. Ti do të qëndrosh këtu, tha me autoritet. Kjo duhet zgjidhur brenda familjes, mos e bëj situatën edhe më të keqe. Më keq? Nuk mund të bëhet më keq. Marku u përpoq të lirohej, por disa kushërinj të tij ishin afruar dhe po i ndihmonin Gëzimin ta mbanin. Unë e shikova dhe zemra mu coptua. Ai po luftonte për mua, por nuk ishte e mjaftueshme. Asgjë nuk ishte e mjaftueshme kundër forcës së Fatimes, kundër peshës asaj familje. Shko, Lena, tha Marku duke më shikuar me sy plot dhimbje. Por unë do të vi për ty, e premtoj, unë do të rregulloj këtë. Unë doja të flisja, të thoja diçka, por fyti im ishte i mbyllur. Lotët më rrithnin tani, pa u përpjekur t'i ndal më. Ktheva shpinën dhe u nisa të ecja drejt portës të abortit, me nënën dhe baban tim në të dy anët e mia, duke më mbështetur. Ndërsa kaluan përmes turmës së mysafirëve, unë dëgjova bizbisat. Disa njerëz flisnin me zë të ulët, të tjerë më hapur. Vajza i shkreta, tha një grua e moshuar. Çfarë turpi? Ajo e dinte ku po hynte, tha një tjetër me një ton të ashpër. Fatime Zeneli nuk është një grua që pranon lehtë. Por në ditën e dasmës, bërtiti një zë tjetër. Kjo është mizore. Mizore apo jo, kjo është shtëpia e saj, tha dikush. Ajo vendos. Çdo fjalë ishte si një shpunje në zemër. Doja të vrapoja të ikja sa më shpejt, por këmbët nuk më lejonin. Ecija ngadalë me kokën ulur, duke ndjer peshën e të gjitha atyre shikimeve mbi trupin tim. Kur dola nga porta, ndjeva një shkëputje prej realitetit. Çdo gjë duke e pa qenë e vërtetë, si një ëndër e keqe nga e cila do të zgjohesha së shpejti. Por nuk ishte ëndër. Ishte realitet, dhe ishte më i keq se çdo makth që kisha imagjinuar ndonjëherë. Ne hipëm në makinë. Babari im mori vend në timon. Duar e dridheshin kaq shumë sa mezi arriti të fuste Chelsin. Nëna ime ulur pranë meje në sedilën e pasme, duke më mbajtur dorën dhe duke qarë në heshtje. Unë nuk qaja më. Isha shumë e shokuar për të qarë. Thjesht shikoja nga dritarja, duke parë shtëpinë e Zenelit të largohej pas nesh. Rruga për në shtëpi ishte përshkruar në heshtje të plot. Askush nuk fliste. Çfarë mund të thuhej? Çfarë mund të zgjidhnin fjalët? Kur arritëm në shtëpinë tonë të vogël, unë zbrita dhe hyra brenda, ende me fustanin e nuses. E pash veten në pasqyrën e vogël të korridorit, një vajzë e re me një fustan të bukur të bardhë, me sytë e kuq dhe fytyrë plot lotash. Dukesha si një fantazme asaj që kisha qenë disa orë më parë. Hyra në dhomën time dhe u rrëzova në krevat.
Nëna ime më ndoqi duke më ndihmuar të zhvishta fustanin. Ajo e palosur me kujdes sikur ta trajtonte si një send të çmuar, edhe pse tani ai fustan përfaqësonte vetëm dhimbje. Të vjen keq, nën, thash me një zë të thyer. E dija që kjo nuk ishte një ide e mirë, dhe unë nuk dëgjova. Mos fol kështu, tha ajo, duke më fshirë lotët me dorën e saj të butë. Ti nuk ke faj për asgjë. Fatime Zeneli është një grua e keqe, dhe ajo do të përgjigjet para Zotit për atë që bëri Zot. Por çfarë do të bëj tani? Pyeta unë, duke kapur dorën e saj. Unë jam e martuar, por nuk kam një shtëpi. Unë jam nuse, por jam përzën nga familja e burrit tim. Si do t'jetoj me këtë turp? Ti do t'jetosh, sepse je e fortë, tha babai im duke hyrë në dhomë, dhe sepse ne do t'jemi këtu për ty. Gjithmonë. Por fjalët e tij, edhe pse të mira, nuk mund të zgjidhnin dhimbjen që ndjehesha brenda. Unë e dija se jeta ime kishte ndryshuar përgjithmonë. Në një fshat të vogël si yni, reputacioni ishte gjithçka, dhe tani i imi ishte shkatruar. Javët që pasuan ishin më të vështirat e jetës sime. Nuk dilja nga shtëpia, nuk doja të shihja askënd, dhe nuk doja që askush të më shihte. Çdo herë që dëgjoja zëra jashtë, zemra më rrahte fort, duke u friksuar se ishin njerëz që vinin për të biseduar, për të pyetur, për të gjykuar. Historia e asaj çfarë kishte ndodhur në dasmën time u përhapu si zjarr. Brenda një jave çdo person në rajonin ton e dinte. Disa njerëz vinin në shtëpinë ton për të treguar ngushëllime, por unë nuk doja t'i takoja. Nëna ime i pranonte, falenderonte për mirësinë e tyre dhe pastaj i shoqëronte në terë. Marku më telefononte çdo ditë. Ai ishte i dëshpëruar, i zemruar, i coptuar nga ndjenja e pafuqisë. Unë po luftoj për ty, Lena, më thoshte ai. Po përpiqen ta bind nënën time, por ajo është e fortë si shkëmbi, nuk do të dëgjoj. Ç'do të bëjmë? Pyesja unë, duke qarë në telefon. Ne jemi të martuar, por nuk mund të jetojmë së bashku. Çfarë lloj martese është kjo? Do ta gjej një zgjidhje, premtonte ai. Do ta gjej. Por javët kalonin dhe asgjë nuk ndryshonte. Fatime refuzonte të më pranonte në shtëpinë e saj. Ajo kishte vendosur dhe askush nuk mund ta ndryshonte atë. Edhe gëzimi, që duke më i arsyeshëm, nuk kishte guxim të kundërshtonte gruan e tij haptazi. Një ditë rreth 3 javë pas dasmës, Marku erdhi në shtëpinë tonë. Ishte i raskapitur, me rrah të zi në sy dhe duart e tij dridhnin kur më zuri në krah. Unë po luftoj për ty, Lena, më thoshte ai, duke më përqafuar fort. Nuk mund të vazhdoj kështu. Nuk mund të jem pa ty. Atëherë, çfarë? Pyetja unë, duke e shikuar në sy. Unë do t'iki nga shtëpia, tha ai me vendosmëri. Do të marr me qira një shtëpi në fshat ose në qytet dhe do të jetojmë bashk, vetëm ne të dy. Zemra më ngroh nga fjalët e tij, por mendja ime ishte më e ftohtë, më realiste. Dhe parat? Si do të jetojmë? Gjithçka të ke vjen nga familja jote. Unë do të punoj, tha ai. Do të gjej diçka. Kam duart e mia, kam forcën time. Nuk kam nevojë për paratë në nësime për të dashur ty. Por unë e dija që nuk ishte kaq e thjeshtë. Në një fshat si yni, të shkëputesh nga familja ishte sikur të shkëputesh nga vetë identiteti yt. Dhe Fatime nuk do ta linte lehtë. Ajo do të bënte gjithçka për ta penguar. Jo, thash unë, duke e shikuar me lot në sy. Nuk dua që ti të humbasësh gjithçka për mua, familjen tënde, shtëpinë tënde, të ardhmen tënde. Ti je ardhmja ime, tha ai me forcë. Asgjë tjetër nuk ka vlerë nëse nuk je ti pranë meje. Ne uleshim dhe biseduam për orë të tëra. Planifikuam, ëndërruam, përpiqeshim të gjenim një rrugë përpara. Por në fund të dy e dinim që situata ishte e pashpresë. Fatime kishte pushtetin, dhe ajo e dinte. Atë natë, pasi Marku u largua, unë fjeta pa gjumë. Mendja ime punonte pandalur, duke kërkuar një zgjidhje që dukej sikur nuk ekzistonte. Dhe atëherë, në errësirën e natës, mora një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Nëse Fatime mendonte se unë isha e dobët, e pavlerë, dikush që mund të shtypesh dhe harroheshe, ajo gabohej.
unë do t'i tregoja jo vetëm asaj, por të gjithë fshatit, se çfarë vlera kisha. Do të ndërtoja diçka me duart e mia. Do të provoja se nuk kisha nevojë për pasurinë e familjes Zeneli për të qenë dikush. Në mëngjes, unë ngrita me një vendosmëri të re. U lava, u veshëm dhe hyra në dhomën ku nëna ime mbante materialin për thurje. Aty kishte fije, ngjyra, vegla të vjetra, gjithçka që më duhej për të filluar. "Çfarë po bën?" pyeti nëna ime duke hyrë në dhomë. "Po filloj të punoj," thash unë. "Do të bëj qilima, doreza të thurura, mbulesa, gjithçka që di, dhe do t'i shes. Do të fitoj paratë e mia, do të ndërtoj emrin tim." Nëna ime buzëqeshi, për herë të parë në javë. "Vajza ime," tha ajo me krenari, "të kam mësuar mirë." Dhe kështu filloi puna ime. Çdo ditë, nga agimi në mbrëmje, unë punoja. Duart e mia lëviznin me shpejtësi mbi veglat e thurjes, duke krijuar modele dhe ngjyra. Babai im ndërtoi një tezë të vogël në panairin javor të fshatit fqinj, ku unë fillova të shes punën time. Në fillim ishte e vështirë. Njerëzit më njihnin si nusja që u përzu, dhe disa më shikonin me mëshirë, tjerët me kurreshtirë. Një grua e moshuar erdhi një ditë dhe bleu një qilim të vogël me motive lulesh. "E bën ti këtë?" pyeti ajo me habi. "Po," thash unë. "Është i bukur," tha ajo. "Mu kujton punën e gjyshes sime." Ajo thurte me shpirt ashtu si ti. Ato fjalë më dhanë më shumë guxim se çdo gjë tjetër. Vazhdova të punoj, të krijoj, të shes. Fitimat ishin të vogla, por ishin të mijat. Për herë të parë në jetën time, ndjehesha e pavarur. Por historia nuk mbaronte këtu. Në të vërtetë ishte vetëm fillimi. Ishin kaluar 2 muaj nga dita e dasmës, kur ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Ishte një mëngjes e shtune, dhe unë isha në tezgën time në panair, duke negulluar qilimat dhe punimet e reja që kisha sjell për të shitur. Koha kishte filluar të ftohet, vjeshta po vinte, dhe kishte një erë të lehtë që çonte erën e tokës së lagët dhe të gjetheve që fillonin të binin. Një grua erdhi në tezgën time, e veshur me një xhaketë të bukur dhe me një shamim mbi kokë. Ajo ishte rreth të 5 vjetave, me një gjityrë të butë dhe sy të ngrohtë. Nuk e kisha parë asnjëherë më parë. "Çfarë punimesh të mrekullueshme?" tha ajo, duke prekur me kujdes një qilim me ngjyra të kaltërta dhe të verdha. "I bën ti?" "Po, të gjitha," thash unë me krenari, edhe pse ende isha e turpshme kur flisja me njerëz të huaj. "Kam dëgjuar për ty," tha gruaja, duke më shikuar me vëmendje. "Ti Elena apo jo?" Zemra më ra. Sigurisht që kishte dëgjuar. Të gjithë kishin dëgjuar. "Po," thash unë me një zë të ulët. "Emri im është Mirela," tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë, "dhe nuk kam ardhur për të biseduar për atë që ka ndodhur. Kam ardhur sepse punën tënde e kam parë në disa shtëpi dhe është e jashtëzakonshme." "Faleminderit," thash unë duke ndier një val lehtësimi. "Por kam ardhur edhe për një arsye tjetër," vazhdoi ajo, ulse zërin. "Ka diçka që mendoj se duhet ta dish. Diçka për Fatime Zeneli." Emri i saj më bëri të dridhja. "Çfarë për të?" pyeta unë, duke mos qenë e sigurt nëse doja të dëgjoja. Mirela shikoi rreth e rrotull, sikur të sigurohej se askush tjetër nuk po dëgjonte. "Unë punoj si infermiere në spitalin e qytetit," tha ajo. "Dhe Fatime erdhi atje para 3 javësh. Ajo ishte shumë e sëmur." "E sëmur?" përsërita unë, duke ndier në përzierje ndjenjash, ndoshta shqetësim, ndoshta kurreshtëri. "Po, ajo ka një sëmundje serioze," tha Mirela me një zë të ulët. "Diçka që e ka mbajtur sekreti për shumë kohë. Mjekët thanë se koha që i ka mbretur është e kufizuar." Nuk dija çfarë të thoja. Pjesa një pjesë të meje ndjente kënaqësi të hidhur. Kjo grua që më kishte bërë kaq shumë dëm, tani po vuante. Por një pjesë tjetër, një pjesë më e mirë, ndjente mëshirë. "Pse po ma thua mua këtë?" pyeta unë. "Sepse mendoj se ke të drejta dish," tha Mirela. "Dhe sepse unë kam parë shumë njerëz të vdesin me pendime. Fatime është një grua e fortë, por edhe ajo është njeri. Dhe kur vdekja vjen afër, njerëzit shpesh shihen të vërtetën e gjërave." Ajo më la një numër telefoni dhe u largua. Unë mbeta duke shikuar pas saj, duke menduar për atë që kishte thënë. Fatime po vdiste? Gruaja që më kishte shkatruar jetën, që më kishte përzuar në ditën e dasmës sime, tani po përballej me vdekjen e saj? Atë natë, unë nuk mund të flija. Mendja ime ishte plot me pyetje.
Duhet I thoja Markut, duhet të bëja diçka, apo duhet thjesht të prisja dhe të shija çfarë do të ndodhte. Në mëngjes, Marku mu telefonua, siç bënte çdo ditë. Ai më tha se nëna e tij nuk ishte duke u ndjerë mirë, që kishte qenë në shtrat për disa ditë, por që nuk donte që askush ta dinte. Ajo është kështu, tha ai me një zë të lodhur, e fortë dhe kokforc deri në fund. Marko, thash unë, duke marrë guxim, unë dëgjova diçka për nënën tënde. Çfarë dëgjove? Pyetja ime me mprehtësi. Unë I tregova atë që Mirela më kishte thënë. Kishte një heshtje të gjatë në anën tjetër të linjës. E di, tha ai më fund me një zë të thyer. Babai ma tha para një jave. Ajo ka kancer. Është përhapur. Mjekët thanë se ka ndoshta 3 deri në 6 muaj. Zemra më e mblodh. Marko, më vjen shumë keq. Edhe mua, tha ai. Edhe pse ajo të bëri ato që të bëri. Ajo është nëna ime, dhe unë nuk di si ta përballoj këtë. Ne biseduam për një kohë të gjatë. Ai qau dhe unë e dëgjova, duke dëshiruar të isha aty për ta përqafuar. Por edhe në atë moment, ne ishim të ndarë nga vendimi I Fatimes. Javët kaluan. Punët e mia vazhduan të shiteshin mirë. Kisha filluar të merrja porosi, njerëz që donin qilima të veçantë me ngjyra dhe modele specifike. Emrim po bëhej I njohur, jo si nusja që u përzu në ditën e dasmës sime, por si vajza e re që bën punime të bukura. Kjo ndryshoi gjithçka për mua. Një ditë, një grua e pasur nga qyteti erdhi në shtëpinë time për të parë punën time. Ajo bleu 3 qilima dhe më porosi 5 të tjerë. Këto janë art, tha ajo me mendmatësi. Ti ke një talent të rrallë. Paratë që fillova të fitoja më lejuan të ndihmoja familjen time. Baba im nuk kishte nevojë të punonte kaq shumë dhe ne mund të blenim gjëra që më parë nuk mund t'i përballonin. Por më e rëndësishmja, unë po ndërtoja një identitet për veten time, jo si nusja e dikujt, por si Lena, artizania e talentuar. Por në të njëjtën kohë, zemra ime ishte ende e thyer. Marku dhe unë ishim të martuar, por të ndarë. Ne takoheshim në fshehtësi, her pas here, në vende ku askush nuk mund na shihte, por nuk ishte mjaftueshme. Të dy donim një jetë normale, një martesë të vërtetë. Një ditë në nëntor, Marku erdhi në shtëpinë time me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Kishte diçka të ndryshme tek ai, një përzierje shprehëse dhe frike. Lena, tha ai duke më marrë duart, nëna ime dëshiron të flas me ty. Unë ngrira. Çfarë? Ajo dëshiron të shoh, përsëritli ai. Tha se ka diçka që duhet të thotë. Pse? Pyeta unë duke ndier zemrën, duke më rrahur fort. Çfarë ka ndryshuar? Nuk e di, tha ai, por mendoj se ajo po pendohet. Ajo I di që po vdes dhe mendoj se po kupton se çfarë ka bërë. Nuk jam e sigurt që dua ta takoj, thash unë me sinqeritet. Ajo më bëri shumë dëm, Marko. Më poshtëroi përpara të gjithëve. E di, dhe nuk po të them që duhet ta falësh, por ndoshta dëgjoje për hir të ardhmes son. Unë mendova për një kohë të gjatë. Pjesa e madhe e meje donte të refuzonte, të thoshte jo, të mos I jepja Fatimes kënaqësinë të mëparë përsëri. Por një pjesë e vogël, një pjesë që ende shpresonte për një jetë normale me Markun, më tha të shkoj. Mirë, thash unë më në fund. Do të shkoj. 2 ditë më vonë, unë shkova në shtëpinë e Zenelit për herë të dytë në jetën time. Herën e parë kisha qenë si nuse e re, plot shpresë dhe lumturi. Këtë herë isha një grua e ndryshme, më e fortë, më e pavarur, por ende e plagosur. Marku më priti në porta dhe më shoqëroi brenda. Shtëpia ishte qetë, shumë e ndryshme në dita e dasmës. Nuk ishte të ftuar, nuk ishte zhurmë, vetëm një heshtje e rëndë që mbushte çdo dhomë. Ne hipëm shkallët drejt dhomës së Fatimës. Dera ishte e hapur gjysmë. Marku trokiti lehtë. Eja, dëgjova një zë të dobët nga brenda. Hyra. Dhoma ishte e errët, me perde të rënda që mbyllnin diellin. Në krevat, e ulur me jashtëk pas shpine, ishte Fatima. Por ajo nuk ishte gruaja e fortë dhe imponuese që kisha njohur më parë në dasmën time.
Ajo ishte një hije e vetvetes, e dobët, e zbet, me sy të thelluar dhe duart e holla si degët e thatë. Lena, tha ajo me një zë që mezi dëgjohej. Erdhe? Po, thash unë, duke qëndruar në distancë. Erdha. Ulu, tha ajo duke treguar një karrige pranë krevatit. Unë ula, por nuk thosha asgjë. Prita që ajo të fliste. Ajo më shikoi për një kohë të gjatë, sikur të më shihte për herë të parë. Ti dukesh e mirë, tha ajo më në fund. Më e fortë se sa të kujtoja. Jeta më ka mësuar të jem e fortë, thash unë pa u përpjekur të fsheh ashpërsi në zërin tim. Ajo lëshoi një frymë të rëndë. E di që më urren, tha ajo, dhe ke drejt ta bësh. Ajo që të bëra ishte mizore. Unë nuk e mohova, nuk ishte arsye. Unë kam menduar shumë këto javë, vazhdoi ajo duke shikuar duart e saj të dobta. Kur e di që po vdes, gjithçka duket ndryshe. Gjëra që më dukeshin të rëndësishme. Pasuria, emri i familjes, reputacioni, tani duken kaq të vogla, kaq të pavlefshme. Ajo ngrit syt dhe më shikoi. Unë e bëra gabim, tha ajo, dhe zëri i saj u thye. Të përzu ty ishte gabimi më i madh që kam bërë ndonjëherë. Unë ndjeva diçka të lëvizte brenda meje. Jo falje, jo ende, por diçka që ju afrua. Ishte fara e të kuptuarit. Pse? Pyeta unë. Pse e bëra? Sepse isha frikacake që djali im do të zgjidhte dashurinë mbi detyrën. Frikacake që familja jon do të humbaste respektin nëse ai martohej me dikë që nuk ishte nga klasa jon. Por tani e kuptoj se isha unë që humba respektin. Respektin e djalit tim, respektin e njerëzve të mirë dhe më e rëndësishme, respektin për veten time. Lotët filluan të rrjedhin nga sytë e saj. Lena, unë nuk pres që të më falësh, por po të kërkoj diçka. Kujdesu për djalin tim kur unë të mos jem më. Ai të do me gjithë zemër dhe ti je vetmja që mund ta bëj të lumtur. Unë ndjeva lotët e mi duke më mbushur në sy. Kjo grua, që më kishte bërë kaq shumë dëm, tani po më luteshi. Dhe për herë të parë e pash jo si një armike, por si një nënë e friksuar që po përballej me vdekjen. Do ta kujdesem, thash unë me një zë të butë. Jo për ty, por për atë. Ajo mbylli syt dhe një lot rodhi nga faqja e saj. Faleminderit, përshpëriti ajo. Atë ditë, diçka ndryshoi. Nuk ishte falje e plot, por ishte fillimi i shërimit. Muajt që pasuan ishin si një udhëtim në përterrin drejt dritës. Gjendja e Fatimes u përkeqësua shpejt. Ajo nuk mund të lëvizte më nga krevati dhe një infermiere vinte çdo ditë për ta kujdesur. Marku kalonte shumicën e kohës së tij pranë saj dhe unë, pavarësisht të gjitha, fillova të vizitoja rregullisht. Në fillim, vizitat ishin të vështira dhe të ngurta, por ngadalë diçka filloi të ndryshonte midis nesh. Fatime filloi të më pyeste për punën time, për qilimat që thurja. Ajo dëgjonte me interes kur i tregoja për porosit që po merja, për njerëzit që vlerësonin artin tim. Ti ke talentin që unë kur nuk e pata, tha ajo një ditë. Unë di vetëm si të komandoj, si të kërkoj respekt me forcë, por ti e fiton atë me punën tënde, me aftësinë tënde. Nëna ime më mësoi, thash unë. Ajo më tregoi se vlera e vërtet vjen nga ajo që krijon, jo nga ajo që trashëgon. Fatime buzëqeshi me trishtim. Nëna jote është më e urtë se unë. Një ditë, ajo më tha diçka që më shokoi. Dua që ti të marrësh dhomën e madhe në katin e dytë, tha ajo. Ajo që ka dritare të mëdha dhe dritë të mirë. Bëj atë një studio për thurjen tënde. Por ajo është dhoma më e mirë në shtëpi, protestova unë. Pikërisht prandaj dua që ta kesh ti, tha ajo. Ti meriton më të mirën. Dhe kur unë të mos jem më, dua që kjo shtëpi të jetë e jotja dhe e Markut, dhe dua që ti të ndihesh si në shtëpinë tënde. Unë nuk dija çfarë të thoja. Kjo grua që më kishte hedhur jashtë me përçmim, tani po më jepte dhomën më të mirë të shtëpisë së saj. Çfarë do të thonë njerëzit? Pyeta unë. Çfarë do të mendojnë? Nuk më intereson më çfarë mendojnë njerëzit, tha ajo me një zë të dobët, por të vendosur. Kam kaluar tërë jetën duke u shqetësuar për opinionet e të tjerëve.
por kur vdekja vjen, kupton se e vetmja gjë që ka rëndësi është dashuria dhe sinqeriteti. Në janar, unë dhe Marku u zhvendosëm në shtëpinë Zeneli. Ishte një moment i çuditshëm. Të hyja në atë shtëpi jo si një mysafire e padëshiruar, por si nusja e familjes. Fatime insistoi që të bëhej një ceremoni e vogël, ku ajo përpara të gjithë anëtarëve të familjes më kërkoi ndjes publikisht. Unë bëra një padrejtësi të madhe ndaj Lenës, tha ajo, e ulur në karrige me rrota sepse nuk mund të qëndronte më në këmbë më. Ajo e përzoi në ditën e dasmës së saj dhe për këtë kam mallkim dërgjegje çdo ditë. Sot përpara jush të gjithëve, dua të them se Lena është nusja më e mirë që mund të kisha shpresuar për djalin tim. Ajo është e fortë, e talentuar dhe plot zemër të mirë. Disa anëtar të familjes ishin të shokuar, të tjerë qanin. Ishte një moment i fuqishëm që askush nuk e kishte pritur. Pas asaj dite, jeta ime ndryshoi plotësisht. Unë transformova dhomën e madhe në një studio të bukur thurjeje. Kishte dritë të shkëlqyer, hapësirë të bollshme për veglat dhe materialet dhe një qoshe të vogël ku mund të takoja klientët që vinin për të bërë porosi. Puna ime lulëzoi, emri im u përhapi jo vetëm në fshat, por edhe në qytete të tjera. Njerëzit vinin nga larg për të bler punimet e mia. Unë fillova të punsoj gratë të tjera nga fshati, duke i mësuar thurjen dhe duke i ndihmuar të fitonin paratë e tyre. Ajo që kishte filluar si një mjet mbijetese, u kthye në një biznes të vërtet. Një ditë, në shkurt, një gazetar nga kryeqyteti erdhi për të shkruar një artikull për mua. Gruaja që ktheu turpin në sukses, lexohej titulli. Artikulli tregonte historinë time, se si isha përzënë në dasmën time, por se si kisha ngritur veten dhe kisha ndërtuar diçka të bukur nga dhimbja. Kur artikulli u botua, telefoni nuk ndaloi së biturini. Porosit vinin nga i gjithë vendi. Njerëzit më shkruanin mesazhe inspiruese, duke më thënë se historia ime i kishte frymëzuar të mos japin dorëheqje kurrë. Por ndërsa biznesi im rritej, Fatime dobësohej. Në mars, ajo u bë aq e dobët sa mezi mund të fliste. Mjekët thanë se ishte çështje ditësh. Marku ishte i shkatruar dhe unë qëndroja pranë tij, duke ja mbajtur dorën dhe duke ja treguar se nuk ishte vetëm. Një mbrëmje, Fatime më thirri në dhomën e saj. Ajo ishte gati në fund. Frymëmarrja e saj ishte e vështirë dhe fytyra e saj kishte marrë një ngjyrë gri. Lena, përshpëriti ajo. Jam këtu, thash unë, duke ulur pranë saj. Faleminderit, tha ajo me vështirësi. Faleminderit që më fale, që më dhe një mundësi të dytë në fund. Të gjithë meritojmë një mundësi të dytë, thash unë duke ja fshir ballin me një peshqir të lagur. Ajo buzëqeshi dobët. Kujdesu për ta, për Markun, për familjen, ti e forca e kësaj shtëpie tani. Do të kujdesem, premtova unë. Ajo mbylli syt. Më vjen mirë që djali im të zgjodhi ty, përshpëriti ajo. Më vjen mirë që nuk dëgjova zemrën time të ftohtë dhe të urryer në fillim. Ato ishin fjalët e fundit që Fatime Zeneli tha. Ajo vdiq atë natë, në qetësi, e rrethuar nga familja e saj. Dhe për habin time, në momentet e fundit, ajo mbanti dorën time. Funerali i Fatimes ishte i madh. Erdhi i gjithë fshati dhe njerëz nga fshatrat përreth. Ishte një grua e njohur dhe respektuar, pavarësisht ashpërsisë së saj. Por ajo që shokoi gjithë të pranishmit ishte momenti kur unë, nusja që ajo kishte përzu, qëndrova pranë arkivolit dhe fola. Fatime Zeneli ishte një grua komplekse, fillova unë, duke shikuar turmën e madhe. Ajo bëri gabime, sikurse të gjithë ne. Por në fund, ajo gjeti kurajon të pranojë ato gabime dhe të kërkoj falje. Kjo është një forcë që pak njerëz e kanë. Njerëzit dëgjuan në heshtje, disa kishin lot në sy. Ajo më mësoi diçka të rëndësishme, vazhdova unë, duke i parë të gjithë në sy. Se kur nuk është vonë për të ndryshuar, kur nuk është vonë për treguar dashurinë dhe pendimin, dhe për këtë do ta mbaj gjithmonë në zemrën time. Pas funeralit, jeta vazhdoi. Por tani, ishte një jetë krejtësisht e ndryshme nga ajo që kisha imagjinuar. Unë nuk isha më nusja e përzun, isha Lena Zeneli, biznes grutja e suksesshme, gruaja që kishte transformuar dhimbjen në hartë dhe turpin në forcë. Biznesi im
vazhdoi të rritej. Brenda një viti, kisha hapur një dyqan të vogël në qytet dhe kisha punësuar 10 gra nga fshati. Ne punonim bashk, duke krijuar punime të bukura që shiteshin në të gjithë vendin. Njerëzit vinin nga larg për të blerë qëllimat, mbulesat dhe artet e tjera që ne krijonim me dorë. Një ditë, një vajzë e re erdhi në studio, emri saj ishte Ilira dhe ajo ishte rreth 20 vjeç. Kishte një fytyrë të trishtuar dhe sy që flisnin për dhimbje. "Dua të mësoj të thur", tha ajo me një zë të ulët. "Mirë se erdhe", i thash unë me buzëqeshje. "Eja, ul." Ne uleshim dhe biseduam. Elira më tregoi historinë e saj, se si ishte martuar me një burr që e trajtonte keq, se si e kishte lënë dhe ishte kthyer në shtëpinë e prindërve, por tani ndihej e humbur dhe pa shpresë. "Kam dëgjuar për ty", tha ajo me një zë të ulet, "për atë që të ndodhi dhe për atë që bëre. Dhe mendova, nëse ti mundesh, ndoshta edhe unë mund." Zemra ime u ngroh. "Jo vetëm që mund", i thash unë duke e kapur dorën e saj. "Ti do të mundesh dhe unë do të ndihmoj." Elira u bë një nga punëtoret më të mira në studion time. Brenda 6 muajsh, po fitonte parat e saj dhe ndërtonte një jetë të re për veten e saj. Historia e saj, si shumë të tjera, më kujtonte pse e bëja atë që bëja. Në ver, Marku dhe unë morëm një vendim të madh. Ne hapëm një qendër trajnimi ku gratë nga fshatrat përreth mund të vinin falas për të mësuar thurje, qepje dhe arte të tjera tradicionale. Qëllimi ishte t'u jepnim atyre jo vetëm një aftësi, por një mjat për pavarësi ekonomike. Ceremonia e hapjes ishte një event i madh. Erdhi kryetari i bashkisë, disa zyrtar nga qyteti dhe shumë njerëz nga komuniteti. Kur unë mbajta fjalimin e hapjes, shikova në turmë dhe pash fytyra që më kujtonin udhëtimin tim. "Kjo qendër", fillova unë, "është më shumë se një vend për të mësuar një zanat. Është një vend ku gratë mund të gjejnë forcën e tyre, zërin e tyre dhe pavarësinë e tyre. Është një vend ku dhimbja mund të transformohet në art dhe turpi në krenari." Duartrokitjet ishin të forta dhe të gjata. Dhe ndërsa rija aty, me Markun pranë meje dhe me nënën time duke qarë nga lumturia në radhën e parë, e kuptova se kisha arritur diçka që asnjëherë nuk e kisha imagjinuar në atë mëngjes të dasmës së trishtuar 3 vjet më parë. Por historia ende nuk ishte mbaruar, sepse fati kishte rezervuar një surprizë tjetër për mua. Ishte një ditë vjeshtë e vitit 2022 kur erdhi letra. Isha në studio, duke punuar në një qëllim të madh me ngjyra të kaltërta dhe ari, kur postieri solli një zarf të madh. Adresa e dërguesit ishte nga një zyrë avokati në kryeqytet. Hapa zarfin me kureshtje. Brenda kishte një letër të shkruar në një gjuhë formale ligjore që mu ishte të vështirë të kuptoja plotësisht. Por esenca ishte e qartë. Një zonjë nga kryeqyteti, me emrin Victoria Leka, kishte vdekur dhe kishte lënë diçka për mua në testament. "Për mua?" pyeta unë me zë të lartë, duke rilexuar letrën për t'u siguruar që nuk kisha gabuar. Nuk e njihja këtë grua. Nuk isha dëgjuar kurrë për një Victoria Leka. Pse do të më gjinte mua diçka? Letra më ftonte të shkoja në zyrën e avokatit për të marrë informacion të mëtejshëm. Ja tregova Markut atë mbranje dhe edhe ai ishte po aq i habitur sa unë. "Ndoshta është një gabim", tha ai. "Ose ndoshta është dikush që ka bler punët e tua dhe ka admiruar punën tënde." "Por pse do të më linte diçka në testament?" pyeta unë, ende e konfuzuar. "Ka vetëm një mënyrë për ta ditur. Duhet të shkosh." Një javë më vonë unë udhëtova në kryeqytet. Zyra e avokatit ishte në një ndërtesë moderne në qendër të qytetit. Avokati, një burr i moshuar me mjekër të bardhë dhe sy të mpret, më priti me një buzëqeshje të ngrohtë. "Zonja Zeneli",
tha ai, duke më treguar të ulem. Faleminderit që erdhët. E di që duhet të jesh e hutuar. Shumë, thash unë. Unë nuk e njihja zonjën Leka. Jo drejt për drejt, tha ai, por ajo të njihte ty, apo më sakt, ajo dinte për ty. Ai hapi një dosje të trashë dhe nxori disa dokumente. Viktoria Leka ishte një grua shumë e pasur, shpjegoi ai. Ajo kishte një biznes tekstilesh që e kishte ndërtuar me vite. Ajo nik kishte fëmijë dhe kishte pak të afërm, por ajo kishte një pasion të madh për arte tradicionale dhe për gratë që i praktikonin ato. Pra, ajo dinte për punën time? Pyeta unë. Më shumë se kaq, tha avokati. Ajo kishte ndjekur historinë tënde me vëmendje të madhe. Kishte lexuar artikullin në gazetë për ty, kishte bler disa nga punët e tua dhe kishte vizituar në fshehtësi qendrën tënde të trajnimit një herë, pa u identifikuar. Unë isha e shokuar. Pse nuk erdhi të më takonte? Ajo ishte një grua private, tha ai. Por më tha se historia jote e kishte prekur thellë. Ajo vetë kishte kaluar vështirësi në jetën e saj dhe kishte ndërtuar biznesin e saj nga asgjëja. Ajo pa në ty një shpirt të ngjashëm. Dhe çfarë më kalon? Pyeta unë, ende e pasigurt nëse isha duke ëndërruar. Avokati buzëqeshi. Një pronë në kryeqytet, një ndërtesë 3-4 që ajo e kishte përdorur si studio dhe dyqan. Ajo dëshiron që ti ta kthesh atë në një qendër kombëtare për arte tradicionale dhe për fuqizimin e grave. Ka edhe një shumë parash për të filluar dhe për të mbajtur qendrën. Unë nuk mund të flisja. Goja më ishte hapur por nuk dilnin sjaj. Ka edhe një letër, tha avokati, duke më dhënë një zarf të bardhë me emrin tim të shkruar me dorë. Ajo e la këtë për ty. Me duar që dridheshin, hapa zarfin dhe lexova. E dashur Lena, nuk të njoh personalisht, por ndjehem sikur të njoh shpirtin tënd. Historia jote është historia e shumë grave. Gra që janë përballur me padrejtësi, që janë rrëzuar, po që janë ngritur përsëri më të forta se kurrë. Unë ndërtova biznesin tim në një kohë kur gratë nuk kishin shumë mundësi. Luftova, vuajta, u çmua, por në fund u ngrita. Dhe tani, në fund të jetës sime, duaj që pasuria ime të përdoret për të ndihmuar gra të tjera të ngrihen. Ti je burimi perfekt për këtë mision. Ti ke talentin, pasionin dhe më e rëndësishmja, zemrën. Kjo pronë është tani jotja. Përdore për të ndërtuar diçka të madhe. Përdore për të ndihmuar gra të tjera ta gjejnë forcën e tyre, ashtu siç ti e gjetë tënden. Me respekt dhe admirim, Viktoria Leka. Lotët filluan të rrjedhin pa ndaluar. Kjo grua që nuk e kisha takuar kurrë, që nuk më njihte më shumë se nga artikujt dhe historitë, më kishte dhënë një dhuratë që do të ndryshonte jetën time dhe jetën e shumë grave të tjera, për gjithmonë. A jeni mirë? Pyeti avokati me shqetësim. Po, thash unë, duke fshirë lotët. Jam jashtëzakonisht mirë. Kur u ktheva në fshat afërmbrëmje dhe ja tregova Markut, ai nuk e besoi. Ne lexuam letrën së bashku, shikuam dokumentet dhe bëm një projekt se si mund ta transformonim këtë dhuratë në diçka të jashtëzakonshme. 3 muaj më vonë, në dhjetor të vitit 2022, ne hapëm Qendrën Kombëtare Viktoria në kryeqytet. Ishte një hapësirë e bukur 3-4, me studio thurjeje në katin e parë, klasa trajnimi në katin e dytë dhe një galeri ku shiteshin punët e grave në katin e tretë. Por nuk ishte vetëm një qendër biznesi. Ne ofruam programe falas për gra në nevojë. Gra që kishin ikur nga dhuna në familje, gra që kishin humbur punët e tyre, gra që kishin nevojë për një fillim të ri. U ofruam atyre trajnim, mbështetje dhe një komunitet ku mund të ndihenin të sigurta dhe të vlerësuara. Në ceremoninë e hapjes, unë fola përpara një turme të madhe që përfshinte zyrtar qeveritar, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe shumë gra nga e gjithë vendi.
Kjo qendër, thashun duke shikuar në sytë atyre grave që rrinin në radhet e para, është më shumë se një ndërtesë, është një simbol. Një simbol se çdo grua, pavarësisht nga e kaluara e saj, pavarësisht nga dhimbja që ka përjetuar, ka forcën të transformojë jetën e saj. Tregova historinë time, të gjithën, pa u turpëruar. Tregova për ditën e dasmës, për turpin e përzijes, për dhimbjen që kisha ndjer, por gjithashtu tregova për përcaktimin tim për të mos lejuar që ai turp të më përcaktonte, për vendimin tim për të ndërtuar diçka me duart e mia, për udhëtimin drejt shërimit dhe faljes. Nëse unë mundja, thashun në fund, ju të gjitha mund, dhe kjo qendër është këtu për t'u mbështetur në çdo hap të udhëtimit tuaj. Duart trokitit ishin të zhurmshme dhe të gjata, shumë graqanin, dhe ndërsa shikoja në the rrotull, pash jo vetëm faqe, por shpresa. Shpresa për një të nesërme më të mirë, për një jetë ku ato nuk do të ishin viktimat e rrethanave të tyre, por arkitektet e fatit të tyre. Vitet që pasuan ishin vitet transformimi, jo vetëm për mua, por për qindra gra që kaluan në përdyert e qendrës kombëtare Victoria. Çdo histori që dëgjoja, çdo fytyrë që shihja të ndryshohej nga dëshpërimi në shpresë, më forconte besimin se ajo që po bëja kishte vlerë të vërtetë. Njëra nga gratë e para që erdhi në qendër ishte Zana, një grua 35 vjeçare nga një fshat në jug të vendit. Ajo kishte ikur nga një martesë e dhunshme me 3 fëmijë të vegjël. Kur erdhi tek ne, kishte vetëm rrobat në trup dhe një çantë të vogël me disa gjëra për fëmijët. Nuk kam asgjë, më tha ajo atë ditë duke qarë. Asnjë mënyrë për t'i ushqyer fëmijët e mi. Asnjë shpresë. Ke më shumë se sa mendon, i thash unë duke e kapur për dore. Ke guximin për të ikur. Ke dashurinë për fëmijët e tu. Dhe tani, ke ne. Zana qëndroi në qendrën tonë për 3 muaj. Ne i siguruam një dhomë të vogël në godin, ku mund të flinte me fëmijët. Ajo filloi të mësonte thurjen dhe zbuloi se kishte një talent natyror për kombinimin e ngjyrave. Brenda 6 muajsh, ajo po prodhonte qilima që shiteshin për çmime të larta. Një ditë, ajo erdhi tek unë me një buzëqeshje të gjerë. Sa po mora qiran e parë për një apartament, tha ajo, duke më treguar një çelës. Është i vogël, por është i imi. Unë dhe fëmijët e mi do të kemi një shtëpi. Unë e përqafova fort, duke ndjer lotët e lumturisë duke më rrokur në sy. Kjo ishte pse e bëja. Jo për njohjen apo për parat, por për momente si kjo. Historia e Zanës u bë e njohur. Një televizion kombëtar bëri një dokumentar për punën tonë, duke ndjekur udhëtimin e saj nga viktima e dhunës në një grua të pavarur dhe të fuqizuar. Dokumentari u shfaq në orën kryesore dhe u pa nga qindra mijëra njerëz. Pas asaj, qendra jon u mbush. Gra nga e gjithë vendi vinin duke kërkuar ndihmë, trajnim, një mundësi të re. Ne u zgjeruam, morëm me qira hapësira shtesë, punësuam më shumë trajnera. Brenda 2 vitësh, ne kemi ndihmuar mbi 500 gra për të gjetur pavarësinë ekonomike. Por ndikimi shkoi përtej numrave. Ne filluam të shihnim ndryshime në komunitet. Bashkëshorte dhe prindër që më parë nuk e kuptuan vlerën e punës së grave, tani po shihnin gratë e tyre duke fituar para dhe duke kontribuar në familje. Gratë që më parë ishin të heshtura dhe të padukshme, tani po flisnin me zë të lartë për të drejtat dhe nevojat e tyre. Një ditë, një delegacion nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik erdhi për të vizituar qendrën tonë. Ata ishin të impresionuar nga ajo që pan dhe na ofruan një grant qeveritar për të zgjeruar programet tona në 5 qytete të tjera. Ju po bëni atë që qeveria duhet kishte bërë prej vitesh, tha ministrja, një grua e fortë në të 50-tat. Ju po ndryshoni jetën e grave dhe në të njëjtën kohë po kontriboni në ekonominë e vendit. Me mbështetjen qeveritare ne u zgjeruam shpejt. Brenda një viti kemi hapur qendra në Shkodër, Elbasan, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër. Çdo qendër ndiqte të njëjtin model: trajnim falas, mbështetje për gra në nevojë dhe një treg ku mund të shiteshin punët e tyre.
Por meritje na erdhi edhe sfida. Disa njerëz filluan të kritikonin punën tonë. Thonin se po nxisnim gratë të braktisin martesat e tyre, të bëheshin shumë të pavarura, të harronin detyrat tradicionale. Një ditë, një grup burrash erdhi në qendrën tonë duke protestuar. Ata mbanin pankarta që thonin gratë duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe ju po shkatroni familjet. Unë dola jashtë për të folur. Zemra më rrithte fort, por zëri im ishte i qëndrueshëm. Ju thoni se ne po shkatrojmë familje, fillova unë. Por unë ju pyes, çfarë familje shkatrojmë? Familjet ku gratë rrihen? Familjet ku gratë ushqehen si sklave pa të drejta? Familjet ku gratë nuk kanë zë? Ne nuk po mësojmë gratë të largohen nga martesat e mira, vazhdova unë. Ne po u japim atyre mundësinë të largohen nga ato të këqija. Ne po u japim atyre aftësitë për të qenë partner të barabartë në martesë, jo viktima të pafuqishme. Disa nga protestuesit ulën pankartat. Të tjerë filluan të debatojnë me njëri tjetrin, dhe në fund shumica u largua, por disa mbetën dhe kërkuan të flisnin me mua privatisht. Gruaja ime dëshiron të vi këtu, më tha një burr i ri. Dhe unë kam frikë se ajo do të më lërë nëse bëhet e pavarur. Nëse martesa juaj bazohet vetëm në varësinë e saj ekonomike, i thash unë me butësi, atëherë nuk është një martesë e fortë, por nëse martesa juaj bazohet në dashuri dhe respekt, atëherë pavarësia e saj do ta bëjë atë edhe më të fortë. Ai mendoi për një kohë të gjatë. Ndoshta ke të drejtë, tha ai më në fund. Këto biseda, edhe pse të vështira, ishin të rëndësishme. Ne nuk po përpiqeshim vetëm të ndryshojmë gratë, por të gjithë shoqërinë. Një bisedë, një mendje në një kohë. Në pranverën e vitit 2024, 5 vjet pas asaj dite fatale të dasmës, unë vendosa të kthehesha në Gur i Bardh për një vizitë të veçantë. Fshati kishte ndryshuar, por jo aq shumë sa kisha ndryshuar unë. Shkova në Varezat ku ishte varrosur Fatime, varra e saj ishte e pastër dhe e stolisur me lule të freskëta. Marku vinte rregullisht. Unë ulja pranë saj dhe fola sikur ajo të mund të më dëgjonte. Fatime, fillova unë, duke prekur gurin e ftoftë të varrit. 5 vjet kanë kaluar. 5 vjet që kanë qenë më të çuditshmet dhe më të bukurat e jetës time. Unë doja që të dije se ajo që ndodhi atë ditë, dhimbje që më shkaktove, në një mënyrë të çuditshme, më shpëtoi. Një erë lehtë fryti, duke lëvizur gjethet e pemës së afërtme. Nëse ti nuk do të më kishe përzën, vazhdova unë ndoshta do të kisha jetuar një jetë të qetë, të thjeshtë, pa kurrë zbulluar se çfarë mund ta arrija. Dhimbja që më dhe, më detyroi të gjeja forcën brenda vetes. Turpi që më shkaktove, më bëri të vendosja se nuk do të përcaktohej nga opinioni të tjerëve. Unë ndalova, duke ndjerë një peshë, duke u ngritur nga shpatullat e mia. Dhe kur ti vendose të pendohesh, të kërkoje falje, më mësove diçka edhe më të rëndësishme. Se njerëzit mund të ndryshojnë, se kur nuk është vonë për të treguar të vërtetën dhe dashurinë. Faleminderit, Fatime, për gjithçka, edhe për dhimbjen, edhe për mësimet. Unë u ngrita duke ndjerë një lehtësim që nuk e kisha ndjerë më parë. Falja nuk ishte vetëm për të, ishte për mua, për të më liruar nga zinxhiret e të kaluarës. Atë pasdite, unë thira një mbledhje në sheshin kryesor të fshatit. Kisha diçka të rëndësishme për t'u njoftuar. Njerëzit erdhën, disa nga kurreshtje, të tjerë nga respekti që kishin fituar për mua gjatë viteve. Kur u ngrita për të folur, pash fytyra që më kujtonin atë ditë të tmerrshme të dasmës. Por tani, ato faqe më shikonin ndryshe, jo me mëshirë ose me gjykim, por me respekt dhe admirim. Faleminderit që erdhët, fillova unë. Shumë prej jush më mbani mend si vajza që u përzu në ditën e dasmës së saj. Për vite, kjo ka qenë historia ime në këtë fshat, por sot dua t'ju them një histori tjetër. Unë tregova për udhëtimin tim, për thurjen, për biznesin, për qendrën, për qindra gratë që kisha ndihmuar. Njerëzit dëgjuan në heshtje, disa me gojë hapur nga habia. Por nuk kam ardhur vetëm për të ndarë historinë time, vazhdova unë. Kam ardhur për të njoftuar se po hap një qendër të re këtu, në Gur i Bardh, në shtëpinë ku dikur jetova si nuse e papritur, do të krijoj një hapësirë ku çdo grua në këtë fshat dhe në fshatrat përreth do të jetë e mirëpritur. Një murmuritje e habitur u përhap në përturm. Shtëpia Zeneli, shpjegova unë,
Me miratimin e Markut dhe të familjes, do të transformohet në një qendër komunitare. Do të ketë kurse falas të thurjes, qepjes dhe arteve të tjera. Do të ketë një hapësirë ku gratë mund të takohen, të ndajnë historitë e tyre, të mbështesin njëra tjetrën. Dhe më e rëndësishmja, thashun, duke u ndjerë emocionuese, do të quhet shtëpia e shpresës Fatime, në kujtim të një gruaje që bëri gabime, por që gjeti guximin të kërkoj falje dhe të ndryshoj. Heshtja ishte e plot për një moment. Pastaj, një grua e moshuar në turm filloi të duartrokas. Të tjerët u bashkuan dhe së shpejti i gjithë sheshi bubullonte me duartrokitje. Pas takimit, shumë njerëz erdhën për të më përshëndetur, për të më uruar, për të më falenderuar. Disa gra më thanë se kishin pritur me vite për diçka të tillë në fshat. Ti e ndryshove atë që do të thotë të jesh grua në këtë vend, më tha një grua e mesme. Ti na tregove se edhe ne mund të jemi diçka më shumë se thjesht bashkëshorte dhe nona. Edhe ne mund të kemi ëndra dhe t'i realizojmë ato. 3 muaj më vonë, në qershor të vitit 2024, ne hapëm shtëpinë e shpresës Fatime. Ishte një ditë e bukur verore dhe obori ku dikur isha përzu, tani ishte plot me gra që buzëqeshnin, që prisnin me padurim të fillonim. Në ceremoninë e hapjes, babai im foli. Ai ishte i moshuar tani, me flok të bardhë dhe shpinën pak të përkullur, por zëri ishte ende i fortë. Kur vajza ime u përzu në këtë obor 5 vjet më parë, tha ai, me lot në sy, zemra ime u coptua. Mendova se jeta e saj ishte shkatruar, por ajo më tregoi diçka që asnjëherë nuk do ta harroj. Se forca e vërtet vjen nga brenda. Asnjë njeri, asnjë ngjarje nuk mund të shkatrojë nëse ti nuk e lejon. Nëna ime foli gjithashtu, duke treguar se si ajo më kishte mësuar thurjen kur isha fëmijë, pa ditur kur se ajo aftësi do të bëhej shëtimi im dhe mënyra ime për të ndryshuar jetën e shumë grave të tjera. Dhe pastaj erdhi momenti që nuk e kisha pritur. Gjyshi Markut, një burr 90 vjeçar që rrallë fliste publikisht, u ngrit dhe kërkoi të fliste. Unë kam jetuar një jetë të gjatë, tha ai me një zë të drithur nga mosha. Kam parë shumë gjëra, disa të mira, shumë të këqija. Por ajo që ka bërë Lena këto vite është ndër gjërat më të mrekullueshme që kam parë ndonjëherë. Ai më shikoi drejt për drejt. Ti more dhimbjen dhe e ktheve në dashuri. Ti more turpin dhe e ktheve në dinjitet. Ti more njorim dhe e ktheve në mundësi për njerëz të tjerë. Kjo është madhështore. Fjalët e tij më prekën thellë. Ky ishte një njeri i gjeneratës së vjetër, dikush që kishte jetuar me vlera tradicionale gjithë jetën e tij, dhe ai më po më vlerësonte për atë që kisha bërë. Vitet vijuan të kalonin dhe çdo vit solli ndryshime dhe zhvillime të reja. Në vitin 2025, organizata jon kishte arritur të ndihmonte mbi 2000 gra në të gjithë vendin. Por më e rëndësishmja se numrat ishte impakti i vërtet që po shikonim në jetën e njerëzve. Një nga historitë më prekse ishte ajo e Donjetës, një grua, 50 vjeçare, që erdhi në qendër në një gjendje të dëshpëruar. Ajo kishte humbur bashkëshortin 2 vjet më parë dhe kishte mbetur pa asnjë të ardhur. Fëmijët e saj ishin të mëdhenj dhe kishin familjet e tyre, dhe ajo ndihej si një bar për ta. Kam 50 vjet, më tha ajo atë ditë duke qarë. Jam shumë e vjetër për të filluar nga para. Kush do të më punsoj? Çfarë aftësish kam? Ti nuk je vjetër, i thash unë me vendosmëri. Ti je në gjysmën e jetës tënde dhe ke ende aq shumë për të dhënë. Aftësitë mund të mësohen në çdo moshë. Donjeta ishte skeptike, por vendosi t'i jepte një shans. Ajo filloi të mësonte thurjen dhe edhe pse në fillim duart e saj të plakura e bënin të vështirë, ajo vazhdoi. Brenda një viti, ajo kishte bërë një serial të qëllimave me motive florare që u bën shumë të kërkuar. Por ajo që më preku më shumë ishte ndryshimi në vetbesimin e saj. Një ditë, ajo erdhi tek unë me një buzëqeshje të gjerë. Lena, tha ajo atë ditë. Fëmijët e mi më thanë diçka sot që nuk e harroj kurrë. Më thanë se janë krenar për mua. Krenar, në 50 vjet.
Kjo ishte hera e parë që dëgjoja këto fjalë prej tyre. Sepse ti ke arsye ti je krenar për veten, I thash unë. Ti provove se nuk ka asnjë moshë kufizuese për suksesin dhe për realizimin e aftësive të reja. Historia e Donjetës u bë një shembull për shumë gra të tjera, që mendonin se ishte tepër vonë për ta ndryshuar jetën e tyre. Ne hapëm një program të veçantë për gra mbi 40 vjeç, duke ofruar atyre jo vetëm trajnim, por edhe mbështetje emocionale dhe mentoring. Ndërkohë, puna jon kishte tërhequr vëmendjen ndërkombëtare. Në vjeshtën e vitit 2025, mora një ftesë për të folur në një konferencë të Kombeve të Bashkuara për fuqizimin e grave në Gjenevë. Ishte një nder jashtëzakonshëm, që më la pa fjalë. Unë? Pyeta kur mora ftesën. Pse unë? Sepse historia juaj është inspiruese, tha organizatorin telefon. Dhe sepse puna që po bëni ka rezultate të matshme. Ju nuk po flisni vetëm për fuqizimin e grave, ju po e bëni realitet. Në dhjetor, udhtova në Gjenevë me Markun. Ishte hera e parë që dilnim jashtë vendit së bashku, dhe gjithçka dukej si një ëndër. Salla ku mbahej konferenca ishte mbushur me qindra njerëz nga gjithë bota, aktivistë, zyrtar qeveritar, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Kur erdhi koha e prezantimit tim, unë ndjeva nervoz për herë të parë prej vitesh. Por kur u ngrita në podium dhe pash të gjitha ato faqe që më shikonin me vëmendje, diçka ndryshoi. Kujtova vajzën e re që kisha qenë 5 vjet më parë, të feksuar, të turpëruar, të shkatruar. Dhe pastaj kujtova gruan që isha bërë, të fortë, të pavarur, një ndryshim për të tjerët. Emri im është Lena Zeneli, fillova unë. Dhe unë jam këtu sot sepse 5 vjet më parë, unë isha përzën nga vjehra ime në ditën e dasmës ime, përpara të gjithë fshatit tim. Një murmuritje habitur u përhap në përsallë. Unë vazhdova, duke treguar historinë time pa mbajtje. Dhimbën, turpin, vendimin për të mos lejuar që ato të më përcaktonin, luftën për të ndërtuar diçka me duart e mia. Por kjo histori nuk është vetëm për mua, thash unë. Është për çdo grua që është nënvlerësuar, që është trajtuar si më pak se sa është, që ju thënë se nuk është mjaft e mirë. Është për çdo grua që ka vendosur të thotë jo për atë narrativ dhe të shkruajë historinë e saj. Fola për qendrën tonë, për gratë që kishim ndihmuar, për ndryshimin që po shinim jo vetëm në jetën individuale, por në komunitetet të tëra. Fuqizimi i grave nuk është vetëm një çështje drejtësisë sociale, është një domosdoshmëri ekonomike dhe sociale. Kur gratë lulëzojnë, familjet lulëzojnë. Kur familjet lulëzojnë, komunitetet lulëzojnë. Dhe kur komunitetet lulëzojnë, bota bëhet një vend më i mirë për të gjithë. Duartrokjet ishin spontane dhe të zgjatura. Njerëz u ngritën në këmbë, disa gra në sallë qanin. Dhe ndërsa rria aty duke parë reagimin, e kuptova se historia ime, historia jon, kishte kaluar kufit e fshatit të vogël të Guri Bardh dhe kishte prekur zemrat në përbot. Pas konferencës, u afruan shumë njerëz. Disa donin të bashkëpunonin me organizatën tonë, të tjerë donin të replikonte modelin tonë në vendet e tyre. Një grua nga India më tha se do të hapte një qendër të ngjashme në qytetin e saj. Një tjetër nga Brazili më ftori për të vizituar dhe për të trajnuar ekipin e saj. Ju na keni dhënë shpresë, më tha një grua e re nga Afganistani, me lot në sy. Në vendin tim, gratë vuaj shumë, por tani e di se ka një rrugë përpara. Faleminderit. Ato fjalë më mbushen me një ndjenjë përgjegjësie dhe qëllimi. Nuk ishte më vetëm për mua apo për gratë në vendin tim. Ishte për gra kudo që po luftonin për dinjitet, për pavarësi, për të drejtën për të ëndëruar. Kur u ktheva në shtëpi, e gjeta veten të mendoja për të ardhmen. Çfarë vijon pas kësaj? Si mund të zgjeroja impaktin? Si mund të siguroja se kjo punë do të vazhdonte edhe kur unë të mos jem më? Marku dhe unë bajtëm biseda të gjata për këtë. Ai kishte qenë mbështetësi më i madh gjatë gjithë këtij udhtimi. Kishte lënë punën në biznesin e familjes për të fokusuar plotësisht në organizatën tonë.
Ai menaxhonte anën financiare dhe administrative, duke më lejuar mua të fokusohesha në vizionin dhe në punën direkte me gratë. Çfarë mendon për të shkruar një libër? Më pyeti ai një mbrëmje ndërsa uleshim pranë zjarrit në shtëpinë tonë. Një libër? Pyeta unë me habi. Po, tha ai, historia jote duhet të ndahet me botën. Jo vetëm në një fjalim, po në një formë që njerëzit mund ta lexojnë përsëri dhe përsëri, që mund t'u japin fëmijëve të tyre, që mund të mbajnë si një burim frymëzimi. Mendova për këtë ide. Një libër do të ishte një mënyrë për të ruajtur historinë, për ta bërë atë të qëndrueshme. Por ishte edhe friksuese. E hapur aq shumë, e shkruar në letra që të gjithë të lexonin. Do të mendoj për të, i thash unë me mendeshmëri. Por sa më shumë mendoja, aq më shumë më pëlqente ideja. Dhe kështu në fillim të vitit 2026, fillova të shkruaj. Çdo mbrëmje pas punës, ulesha dhe shkruaja. Për ditën e dasmës, për dhimbën, për vendimin për të mos dorëzuar, për udhëtimin drejt shërimit dhe suksesit. Ishte një proces emocional. Ka ditë kur qaja ndërsa shkruaja, duke kujtuar dhimbën e atyre ditëve të hershme. Ka ditë të tjera kur buzëqeshja duke kujtuar momentet e sakrificës dhe dashurisë që kisha marrë nga familja ime, nga Marku, nga gratë që kisha ndihmuar. Pas 6 muesh libri ishte gati. E quajta Nga turpi në forcë, historia e një gruaje që nuk dorëzoi kurrë. Një butues i interesuar e dëgjoi propozimin dhe vendosi ta publikonte. Libri doli në shtator të vitit 2026 dhe reagimi ishte jashtëzakonshëm. Brenda një muaji u bë bestseller kombëtar. Brenda 3 muajsh u përkthye në 5 gjuhë. Brenda 6 muajsh kishte shitur mbi 100.000 kopje. Por më e rëndësishmja se shitjet ishin mesazhet që po merrja. Çdo ditë, kutia ime e postës elektronike mbusheshe me email nga gra të gjitha moshave, nga vende të ndryshme, që më thonin se sa shumë historia ime i kishte prekur, se si i kishte dhënë atyre guximin për të ndryshuar jetën e tyre. Kam jetuar në një martesë të dhunshme për 40 vjet, shkruante një grua nga Shqipëria. Pas leximit të librit tuaj, gjeta guximin për të ikur. Tani jetoj me vajzën time dhe po filloj një jetë të re. Faleminderit që më treguat se nuk është kurrë vonë. Kam 15 vjet dhe prindrit e mi duan të më martojnë me forcë, shkruante një vajzë e re. Libri juaj më dha forcën për t'u thënë jo. Tani jam duke luftuar për të drejtën time për të zgjedhur. Ju jeni heroina ime. Këto mesazhe më mbushnin me një ndjenjë qëllimi që asgjë tjetër nuk mund të më jepte. Kjo ishte pse ekzistoja, për të qenë një zë për ato që nuk kishin, për të qenë një dritë për ato që ishin në terrin. Por siç ndodh shpesh në jetë, suksesi solli edhe sfida të reja. Me popularitetin e librit dhe famën që po merrja, erdhen edhe kritikat dhe sulmet. Disa njerëz më akuzuan se po përdorja historinë time për fitim personal. Të tjerë thanë se po egzageroja dhimbjen që kisha përjetuar për të krijuar një narrativ viktimizimi. Ka edhe ata që më sulmonin për shkak të parimeve të mia, duke thënë se po shkatëronin vlera tradicionale dhe po nxisnin përçarjen e familjeve. Një ditë, një gazetë konservatore botoi një artikull me titullin Lena Zeneli, heroina apo histerike. Artikulli ishte plot me akuza dhe fyerje. Thuaj se unë kisha shpikur pjesë të historisë për fitim simpatie, se qendra jon ishte vetëm një skem për të bërë para, se unë isha një feministe radikale që urrente burrat. Kur e lexova artikullin, ndjeva një dhimbje në stomak. Të jesh sulmuar publikisht, të jesh akuzuar për gënjeshtra dhe manipulime ishte e dhimbshme. Për disa ditë, mora në konsiderat idenë për të tërhuqur nga jeta publike, për të kthyer në jetën e thjeshtë që kisha pasur më parë. Por pastaj, diçka ndodhi që ndryshoi gjithçka. Gratë që kisha ndihmuar gjatë viteve, filluan të flisnin. Ato shkruanin letra në gazeta, postonin në rrjete sociale, jepnin intervista në televizion. Treguan historitë e tyre, se si kisha ndryshuar jetën e tyre, se si nuk kishte asgjë të re me ato që unë thoja. Zana, gruaja që kishte ikur nga martesa e dhunshme dhe që tani kishte biznesin e saj të vogël të thurjes, dha një intervistë në televizionin kombëtar. Pa Lenën,
tha ajo me lot në sy. Unë dhe fëmijët e mi do të ishim në rrugë, ose më keq. Do të isha kthyer tek burri im që më rrithet çdo ditë. Ajo nuk më shpëtoi vetëm mua. Më shpëtoi familjen time të tërë, dhe çdo grua që guxon të akuzojë atë për gënjeshtra ose manipulime, nuk e njeh të vërtetën. Elira, vajza e re që kishte ardhur në studio vite më parë dëshpëruar, shkroi një postim në rrjetet sociale që u bë viral. Lena Zeneli, është arsyeja pse unë jam gjallë sot, shkruante ajo. Kur erdha tek ajo, isha në pikën më të ulët të jetës sime. Mendoja për vetvrasje çdo ditë, por ajo më dha diçka më të çmuar se paratë apo punën. Më dha shpresën. Kushdo që e sulmon atë, po më sulmon mua dhe mira gra të tjera që ajo ka ndihmuar. Reagimi nga gratë që kisha ndihmuar ishte aq i fortë dhe aq i sinqert sa gazetat dhe media që më kishin sulmuar filluan të ndryshonin tonin. Disa kërkuan falje, të tjera butuan artikuj korrigjues, dhe në fund akuzat u zbenin. Por kjo përvojë më mësoi diçka të rëndësishme, që kur bën punë të rëndësishme, gjithmonë do të ketë njerëz që përpiqen të të rrëzojnë, por e vërteta dhe dashuria atyre që ke ndihmuar do të jenë gjithmonë më të forta se gënjeshtrat e urrejtësve. Në pranverën e vitit 2027, mora një lajm që më shokoi dhe më gëzoi në të njëjtën kohë. Organizata jonë ishte nominuar për çmimin e paqes për punën tonë në fuqizimin e grave dhe në ndërtimin e paqes në komunitetet. Çmimi i paqes? Pyeta kur mora njoftimin. A je i sigurt se nuk ka ndonjë gabim? Por nuk ishte gabim. Komiteti kishte njohur punën tonë si një kontribut të rëndësishëm në promovimin e barazisë gjinore dhe në parandalimin e dhunës ndaj grave, të dyja element thelbësore të paqes së qëndrueshme. Ceremonia e çmimit u mbajt në Oslo në dhjetor. Ishte një moment surreal, të rrije në sallën e famshme ku kishin qenë kaq shumë liderë dhe aktivistë të mëdhej përpara meje. Kur emri im u shpall si fituesi i çmimit, nuk mund të besoja. Unë ngrita dhe shkova në podium duke ndjer këmbët duke më dridhur. Pash Marku në sallë, duke qarë nga krenaria. Pash prindrit e mi të moshuarit por plot dinjitet. Pash disa nga gratë që kisha ndihmuar, që kishin udhëtuar deri në Oslo për të qenë aty. Kur isha një vajzë e re duke u përzuar në ditën e dasmës sime, kur nuk do të kisha imagjinuar se një ditë do të qëndroja këtu duke marrë një nderim kaq të madh. Por ky çmim nuk është për mua, është për çdo grua që ka refuzuar të jetë viktim, është për çdo grua që ka vendosur të luftojë për dinjitetin e saj, është për çdo grua që ka kthyer dhimbjen në forcë. Fola për punën tonë, për ndryshimin që po shihnim, për vizionin për një botë ku çdo grua do të kishte mundësinë për të realizuar potencialin e saj. Paqja nuk vjen vetëm nga mungesa e luftës, thashun, paqja vjen nga drejtësia, nga barazia, nga respektimi i dinjiteve të çdo njeriu. Dhe kur gratë janë të fuqizuara, kur ato kanë zërin dhe mundësinë për të jetuar jetën që meritojnë, ne ndërtojmë themelet e një paqeje të qëndrueshme. Familjen time të tërë, dhe çdo grua që guxon të akuzojë atë për gënjeshtra ose manipulime, nuk e njeh të vërtetën. Elira, vajza e re që kishte ardhur në studio vite më parë dëshpëruar, shkroi një postim në rrjetet sociale që u bë viral. Lena Zeneli, është arsyeja pse unë jam gjallë sot, shkruante ajo. Kur erdha tek ajo, isha në pikën më të ulët të jetës sime. Mendoja për vetvrasje çdo ditë, por ajo më dha diçka më të çmuar se paratë apo punën. Më dha shpresën. Kushdo që e sulmon atë, po më sulmon mua dhe mira gra të tjera që ajo ka ndihmuar. Reagimi nga gratë që kisha ndihmuar ishte aq i fortë dhe aq i sinqert sa gazetat dhe media që më kishin sulmuar filluan të ndryshonin tonin. Disa kërkuan falje, të tjera butuan artikuj korrigjues, dhe në fund akuzat u zbenin. Por kjo përvojë më mësoi diçka të rëndësishme, që kur bën punë të rëndësishme, gjithmonë do të ketë njerëz që përpiqen të të rrëzojnë, por e vërteta dhe dashuria atyre që ke ndihmuar do të jenë gjithmonë më të forta se gënjeshtrat e urrejtësve. Në pranverën e vitit 2027, mora një lajm që më shokoi dhe më gëzoi në të njëjtën kohë. Organizata jonë ishte nominuar për çmimin e paqes për punën tonë në fuqizimin e grave dhe në ndërtimin e paqes në komunitetet. Çmimi i paqes? Pyeta kur mora njoftimin. A je i sigurt se nuk ka ndonjë gabim? Por nuk ishte gabim. Komiteti kishte njohur punën tonë si një kontribut të rëndësishëm në promovimin e barazisë gjinore dhe në parandalimin e dhunës ndaj grave,
Të dyja, element thelbësore të paqes së qëndrueshme. Ceremonia e çmimit u mbajt në Oslo në dhjetor. Ishte një moment surreal, të rije në sallën e famshme ku kishin qenë kaq shumë liderë dhe aktivistë të mëdhej përpara meje. Kur emri im u shpall si fituesi i çmimit, nuk mund të besoja. Unë ngrita dhe shkova në podium duke ndjer këmbët duke më dridhur. Pash Marku në sallë, duke qarë nga krenaria. Pash prindrit e mi të moshuarit por plot dinjitet. Pash disa nga gratë që kisha ndihmuar, që kishin udhëtuar deri në Oslo për të qenë aty. Kur isha një vajzë e re duke u përzuar në ditën e dasmësime, kur nuk do të kisha imagjinuar se një ditë do të qëndroja këtu duke marrë një nderim kaq të madh. Por ky çmim nuk është për mua, është për çdo grua që ka refuzuar të jetë viktimë, është për çdo grua që ka vendosur të luftojë për dinjitetin e saj, është për çdo grua që ka kthyer dhimbjen në forcë. Fola për punën tonë, për ndryshimin që po shihnim, për vizionin për një botë ku çdo grua do të kishte mundësinë për të realizuar potencialin e saj. Paqja nuk vjen vetëm nga mungesa e luftës, thashun, paqja vjen nga drejtësia, nga barazia, nga respektimi i dinjiteve të çdo njeriu. Dhe kur gratë janë të fuqizuara, kur ato kanë zërin dhe mundësinë për të jetuar jetën që meritojnë, ne ndërtojmë themelet e një paqeje të qëndrueshme.